Partia Demokratike ka denoncuar qeverinë dhe akuzuar kryeministrin Edi Rama se në postin e drejtuesit të luftës kundër pastrimit të parave në vend, ka vendosur kryefinancierin e Partisë Socialiste. Sipas demokratëve, Gen Gazheli deri në muajin janar ka mbajtur postin e kryefinancierit të Partisë Socialiste, duke qenë kështu në konflikt të pastër interesi. Gen Gazheli është emëruar menjëherë pasares në pushtet të Edi Ramës në krye të pastrimit të parave, ndërkohë që vazhdon të jetë edhe kryefinancier i Partisë Socialiste, të paktën deri në janar të këtij viti, dhe kjo kuptohet nga kjo shkresë që do ju tregoj unë, që luftëtari i parave të pista i ka dërguar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përmes deputetit demokrat Zeneli, opozita e ka cilësuar këtë rast si unik, duke shtuar se Rama ka zgjedhur këtë person që financat e tyre të palishme të mos cënohen. Shqipëria mund të jetë rasti unik në botë që kryeministri ja beson pastrimin parave kryefinancierit të partisë së tij. Sipas ligjit, një drejtor i lartë në administratën publike nuk mund të ketë background politik, aq më pak të ketë funksione partijake.